I gjendur pa shumë hapësirë manovruese politike, me një numër votash gjithnjë e në të kulje. Ajo shfaqet në televizion si provokator dhe përsëritës. Ky njeri është panik nga mbështetja elektorale që mori nga jugu në veri, nga linja në Perëndim më dyju. Ky njeri është provokator përsëritës që synon të ngjallë zemrim, urrëtie, fërkime midis pjesëve të ndryshme të popullsisë shqiptare. Ky njeri i frym ndarjes mes minoritetit grek dhe popullsisë tjetër shqiptare, sepse përndryshe ata do ta respektonin. Si pasojë, ky njeri nuk përfaqëson askënd në Shqipëri. Ky njeri përfaqëson interesat e qarqeve të errta të vendeve fqinj. Tezat që ai shpalosin në një emision televiziv në lidhje me çamërinë, me refuzime në kufi të gjyshërve dhe gjyshërve tanë që i krijojnë frikë s'dihet se kujt në Greqi, nuk i kemi dëgjuar madje as nga ndonjë zyrtar grek. Ndaj, duke ju përgjigjur atij, ne po i përgjigjemi atyre qarqeve të errta të politikës dhe shtetit grek që zguxojnë të dalin në dritë, por vendosin para vetes shërbëtorën e tyre dule. Ne i themi këtyre qarqeve, këtij njeriu të tyre, se çambëria ka qenë dhe mbetet një realitet historik dhe ekzistues sot edhe në tarm.